Horoskopi ditor e martë 30 shtator 2025. Dashi. Sot është e gjitha për të përqendruar në rritjen tuaj personale. Hëna në sektorin tuaj të filozofisë ju inkurajon të zgjeroni horizontet tuaja. Qoftë përmes udhëtimit apo të mësuarit, kërkoni përvoja që ushqejnë mendjen tuaj. Në sferën e marrëdhënieve, jini të hapur ndaj perspektivave të ndryshme. Kjo mendjehapuri do të forcojë lidhjet tuaja, duke ofruar një ekuilibër më harmonik. Financiarisht, yjet sugjerojnë kujdes. Një qasje konservatore do t'ju shërbej mirë, veçanërisht në lidhje me sipërmarrjet e përbashkëta. Nivelet tuaja të energjisë janë të larta, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të marrë me detyra që kërkojnë qëndrueshmëri fizike. Në frontin e punës, kolegët mund të kërkojnë këshillat tuaja, duke njohur ekspertizën dhe leadershipin tuaj. Megjithatë, shmangni marrjen përsipër të më shumë se sa mund të përballoni. Arritja një ekuilibri siguron që të mbeteni efektiv. Kreativiteti është i theksuar, kështu që nëse jeni në art, lëreni imagjinatën tuaj të ecë lirshëm. Një ftesë surprizë mund të çojë në një mundësi emocionuese. Përqafoni surprizat e jetës me guxim dhe entuziazëm. Demi. Energjitë qiellore të 30 shtatorit sjellin fokusin në çështjet tuaja financiare. Me Merkurin që ndikon në komunikimin në sektorin tuaj të financave, është një ditë ideale për të rishikuar buxhetet dhe investimet. Përdorni natyrën tuaj të njohur praktike për të marrë vendime të shëndosha financiare. Në dashuri, marrëdhëniet tuaja mund të ndjejnë ngrohtësinë e Venusit, planetit tuaj sundues, pasi ajo inkurajon mendimin dhe mirësinë. Shprehni mirënjohje për ata që i çmoni, duke nxitur lidhje më të thella. Profesionalisht, yjet favorizojnë durimin dhe planifikimin strategjik mbi veprimet e nxituara. Ndërmarrjet bashkëpunuese do të jenë të fryqshme sot. Prandaj ndani ide me kolegët për të zhbllokuar zgjidhje inovative. Aktivitete shëndetësore si yoga ose meditimi mund t'ju ndihmojnë të arrini ekuilibrin duke promovuar mirëqenien. Ndërsa mbrëmja afrohet, trajtojeni veten me një aktivitet të qetë që kënaq shisat tuaja. Shijoni gatimin ose lidheni me artin. Një qasje e qetë dhe metodike ndaj ditës suaj do të sigurojë sukses në aspekte të ndryshme të jetës. Binjakët. Rreshtimi qiellor i sotëm me Merkurin fuqizon aftësitë tuaja të komunikimit. Sharmi dhe zgjuarësia juaj janë në formën më të mirë, duke ndihmuar në negociata dhe ndërveprime shoqërore. Është një ditë e përsosur për prezantime ose propozime, pasi ka të ngjarë të bëni përshtypje. Megjithatë, keni kujdes të flisni pa filtruar mendimet tuaja, pasi mund të lindin keqkuptime. Në marrëdhëniet personale, merrni kohë për të dëgjuar në mënyrë aktive. Kjo do të forcojë lidhjet tuaja dhe do të ofrojë njohuri të reja. Diskutimet financiare gjithashtu mund të dalin në pa. Prandaj përdorni aftësinë tuaj analitike për të vlerësuar mundësitë ose për të zgjidhur borxhet. Kreativiteti rrjedh me bollëk, duke ofruar një mundësi të shkëlqyer për ndjekje artistike ose intelektuale. Sa i përket shëndetit, mbani gjurmët e lodhjes mendore. Sigurohuni që të ndani kohë për relaksim. Me Venusin që ndikon në jetën tuaj shoqërore, daljet spontane mund të çojnë në përvoja të paharrueshme. Përqafoni energjinë shoqërore të ditës, por ruani ekuilibrin, duke u siguruar që angazhimet tuaja të menaxhohen në mënyrë efikase për përmbushje optimale. Gaforria. Energjitë e sotme ju udhëheqin drejt vetanalizës dhe mirëqenies personale. Ndërsa hëna banon në shenjën tuaj, ajo rrit aftësitë tuaja intuitive, duke ju lejuar të lundroni në situata të ngarkuara emocionalisht me hir. Kushtojini vëmendje ndjenjave të brendshme, pasi ato mund t'ju çojnë drejt zgjidhjes në çështjet personale. Në marrëdhënie, përpiquni për ekuilibër. Kujdesi është jetësor, por mos harroni të vendosni kufi të shëndetshëm për të shmangur lodhjen emocionale. Perspektiva financiare sugjeron një fokus në kursime dhe ndoshta rivlerësim të planeve tuaja afatgjata. Sa i përket karrierës, përputhja me pasionin tuaj të brendshëm mund të hapë dyert për mundësi përmbushëse. Përqafoni detyra që përputhen me aspiratat personale për kënaqësi më të madhe. Shëndeti është jetësor, prandaj angazhohuni në aktivitete që qetësojnë mendjen dhe trupin tuaj, të tilla si yoga e butë ose meditimi. Kreativiteti është i fortë. Kënaquni me hobi artistik që sjellin paqe. Një mbledhje familjare ose një mbrëmje e qetë në shtëpi mund t'ju rimbush shpirtin. Besoni në proces dhe qëndroni të hapur ndaj udhëzimit të butë të ditës. Luani. Ndikimi kozmik sot nxjerr në pa arenat tuaja krijuese dhe sociale. Me diellin që inkurajon ndërveprimet energjike,
Kjo është një kohë e shkëlqyer për të shfaqur talentet tuaja dhe për të përzier me shpirtra me të njëjtat mendje. Në mjediset profesionale, aftësitë tuaja udhëheqëse dhe karizma janë në qendër të vëmendjes, duke e bërë punën në grup një temë të rëndësishme. Besimi juaj natyror mund të frymëzojë të tjerët. Megjithatë, synoni të dëgjoni sa më shumë që të udhëheqni. Financiarisht, është një ditë e mirë për të marrë në konsiderat sipërmarrje të reja. Megjithse kërkimi para se të angazhoheni është i mençur. Energjia shoqërore shtrihet në marrëdhëniet personale, ku kërkimi i aventurës mund të çojë në kapituj të rinj emocionues. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ngjallë interes. Familja dhe miqt luajnë një rol mbështetës, prandaj përfshihini ata në planet tuaja. Kushtojini vëmendje shëndetit, duke u siguruar që të balanconi energjinë e bollshme me pushimin e duhur. Aktivitetet fizike do ta kanalizojnë vitalitetin tuaj pozitivisht. Prandaj angazhohuni në ushtrime ose vallëzim. Mbani një zemër dhe mendje të hapur për rezultate optimale gjatë gjithë ditës suaj. Virgjëresha. Yjet më 30 shtator ju inkurajojnë të kërkoni ekuilibër në rutinat tuaja të përditshme. Venusi përqendrohet në sektorin tuaj të jetës familjare, duke sugjeruar që vëmendja ndaj hapësirës suaj të jetesës mund të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme. Konsideroni rirregullimin ose pastrimin e gjërave për të ftuar energji pozitive. Në arenën profesionale, planifikimi i kujdesshëm mund të çojë në rezultate të suksesshme. Megjithatë, shmangni analizimin e tepërt. Besoni në aftësitë tuaja dhe ndërmerrni veprime vendimtare kur është e nevojshme. Financiarisht, rekomandohet një qasje konservatore. Rishikoni buxhetet për të siguruar stabilitet në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi dhe empatia. Kontaktoni të dashurit për të forcuar lidhjet. Shëndeti juaj mund të përfitojë nga praktikat e vetëdijes si meditimi, duke ndihmuar në ruajtjen e qartësisë mendore. Kreativiteti theksohet, prandaj përfshihuni në ndjekje artistike ose intelektuale për të qetësuar shpirtin. Ndërsa ushqeni të tjerët, mos harroni të ofroni të njëjtin kujdes edhe për veten tuaj. Një qasje e organizuar dhe një fokus në rritjen personale do t'ju udhëheqin drejt arritjes së një dite të plotë dhe të përmbushur. Peshorja. Me diellin në shenjën tuaj, dita është e përshtatshme për fuqizim personal dhe shprehje të vetvetes. Universi ju inkurajon të përqendroheni në harmonizimin e botës suaj të brendshme, e cila mund të rrezatojë nga jashtë, ndërsa marrëdhëniet ndërpersonale do të përfitojnë nga sharmi juaj diplomatik. Sot shërben gjithashtu si një kujtesë për të përcaktuar përparësitë e nevojave tuaja. Profesionalisht, projektet bashkëpunuese fitojnë vrull ndërsa aftësia juaj për të ndërmjetësuar dhe për të gjetur terren të përbashkët shkëlqen. Financiarisht, ekuilibri është çelësi. Merrni në konsiderat rishikimin e planeve financiare dhe shmangni blerjet impulsive. Mërkuri përmirëson komunikimin, duke ndihmuar në artikulimin e qartë të ideve, veçanërisht në mjediset në grup. Dinamika familjare mund të kërkojë një navigim të butë, duke promovuar paqen dhe mirëkuptimin. Sa i përket shëndetit, do të gjeni përfitime në aktivitete që ekuilibrojnë mendjen dhe trupin, të tilla si tai chi ose ecja ndërgjegjshme. Kreativiteti lulëzon sot, duke ju ftuar të shpreheni përmes çdo mediumi që frymëzon. Përqafojeni këtë energji për të krijuar fillime të reja, duke futur gëzim dhe vitalitet në të gjitha përpjekjet tuaja. Akrepi. Në këtë ditë, shtrirja qiellore ju shtyn drejt reflektimit dhe vetanalizës. Me Plutonin transformues që ndikon në mendimet tuaja, është një kohë ideale për të zhytur në projekte personale ose për të eksploruar rritjen personale. Profesionalisht, këmbëngulja juaj do të lulëzojë nëse drejtohet drejt qëllimeve afatgjata. Shmangni shpërqendrimet, duke u përqendruar vetëm në ato detyra që rezonojnë thellë me aspiratat tuaja. Venusi sugjeron që dashuria dhe lidhjet emocionale kanë nevojë për një qasje më të butë dhe të butë. Vlerësoni fuqinë transformuese të cenueshmërisë në ndërtimin e lidhjeve më të thella. Financiarisht, merrni në konsiderat planifikimin e kujdesshëm. Rivlerësoni shpenzimet për të siguruar stabilitet në të ardhmen. Shëndeti mund të përfitojë nga aktivitetet introspektive si mbajtja e një ditari ose praktikat meditative, të cilat ndihmojnë në pastrimin e mendjes suaj. Kreativiteti rrjedh me intensitet, duke mundësuar përparime në përpjekjet tuaja personale. Në jetën tuaj personale, besoni instinkteve tuaja, veçanërisht nëse përballeni me vendime që kërkojnë udhëzim të brendshëm. Balanconi ditën tuaj me periudha vetmie për të rimbushur, duke kundërbalancuar shkëmbimet energjike që hasni. Shigjetari. Peizazhi kozmik i sotëm ju fton të zgjeroni horizontet tuaja,
si mendërisht ashtu edhe shpirtërisht. Me Jupiterin që inkurajon eksplorimin, është një mundësi fantastike për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një aventurë në të ardhmen. Energjitë profesionale favorizojnë të menduarit inovativ, duke ju mundësuar të sillni ide të freskëta në projektet tuaja. Mentaliteti i hapur dhe i gjerë që zotëroni do të tërheqë individ me të njëjtat mendime që mund të ofrojnë perspektiva frymëzuese. Sa i përket marrëdhënieve, ndershmëria forcon lidhjet, prandaj shprehuni hapur me partnerët dhe miqt. Financiarisht qëndroni optimist, por të kujdesshëm. Ndërsa mundësitë janë në horizont, këshillohet një kërkim i plot para investimeve të mëdha. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që bashkojnë stimulimin intelektual me ushtrimet fizike, të tilla si ecja gjatë dëgjimit të podcasteve edukative. Kreativiteti i frymëzuar nga kultura ose filozofi të ndryshme mund të çojë në përvoja pasuruese. Përqafoni kontributet e mrekullueshme të larmishme nga bota përreth jush, duke i lejuar ato të nxisin rritjen tuaj dhe t'i sjellin një dimension më të pasur ditës suaj. Brit Sjapi. 30 shtatori sjell fokus në karrierën dhe ambicjet tuaja. Me ndikimin e Saturnit, disiplina është aleati juaj në arritjen e qëllimeve afatgjata. Planifikimi metodik dhe angazhimi pa lëkundur do të shfaqin profesionalizmin tuaj. Vendosni theksin në punën në grup, pasi përafrimi me kolegët mund të sjellë partneritete konstruktive. Financiarisht, maturia është e mençur tani. Merrni në konsiderat të punoni për të forcuar kursimet tuaja për sigurinë të ardhmen. Venusi inkurajon lidhjet e forcimit me të dashurit, duke sugjeruar komunikim të hapur për të zgjidhur çdo keqkuptim të kohëve të fundit. Ekuilibri është thelbësor. Sigurohuni që po ndani kohë për kohën e lirë mes agjendës suaj të ngjeshur. Nga ana shëndetësore, qëndrueshmëria fizike favorizohet, prandaj përfshini aktivitete trajnimi force që i përshtaten qëndrueshmërisë suaj. Në ndjekjet krijuese, aplikimet praktike mund të gjejnë sukses inovativ, veçanërisht kur ndahen me qarqe të besueshme. Qelësi qëndron në balancimin e ambicies me mirëqenien personale. Të dyja çojnë në përparim të qëndrueshëm. Lini kohë për reflektim, duke ankoruar planet me depërtim dhe perspektivë të bazuar gjatë gjithë udhëtimit tuaj. Ujori. Kozmosi sot thekson lidhje dhe inovacionin, duke u parafruar me prirjen tuaj natyrore për të menduar përpara. Dita favorizon bashkëpunimet. Shfrytëzoni projektet në grup për të maksimizuar zgjidhjet geniale. Rrjeti juaj shoqëror mund të luajë një rol, duke ju lidhur me mundësi frymëzuese. Duke kuptuar fuqinë e komunitetit, idetë tuaja mund të fluturojnë brenda një kuadri mbështetës. Në marrëdhënie, kultivoni respekt të ndërsjellë për pikpamje të ndryshme, duke rritur harmoninë tuaj ndërpersonale. Financiarisht, qëndroni të informuar rreth përparimeve teknologjike ose investimeve të lidhura me ndërmarrjet sociale. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që kombinojnë teknologjinë dhe fitnessin, të tilla si stërvitjet interaktive ose klasat virtuale që ju mbajnë të angazhuar. Kreativiteti është i lartë. Eksploroni platforma digjitale për shprehje artistike ose filloni një kurs të ri online. Balanconi angazhimin teknologjik me momente reflektimi personal, duke siguruar qartësi mendore ndërsa inovoni. Kjo ditë dinamike ju fton të përzieni idealizmin me praktikën, duke krijuar shtigje që rezonojnë me vizionin tuaj për një të ardhme më të ndritur. Peshqit. 30 shtatori ndriçon natyrën tuaj krijuese dhe introspektive, duke inkurajuar zhvillimin e thellë personal. Me ndikimin e Neptunit, intuita juaj amplifikohet. Besoni instinkteve tuaja në proceset e vendimarrjes. Kjo është një kohë vendimtare për të eksploruar mediumet artistike ose udhëtimet shpirtërore, duke ofruar njohuri që thellojnë vetëdijen. Profesionalisht, mundësitë lindin nga të menduarit inovativ. Mos hezitoni të ndani aspiratat tuaja me kolegë të besuar. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e qëllimeve me një lente praktike për të siguruar sipërmarrjet e ardhshme. Në marrëdhënie, angazhohuni në komunikim të sinqert. Shprehja e cenueshmërisë fton empatinë dhe ndërton besimin. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që harmonizojnë trupin dhe mendjen, të tilla si noti ose yoga, duke promovuar relaksimin dhe ekuilibrin. Kreativiteti juaj lulëzon kur përqafoni vetmin. Prandaj ndani kohë për praktikat introspektive si meditimi ose shkrimi i ditarit. Balanconi ëndrat me realitetin, duke krijuar një rrugë harmonike përpara. Përqafoni shpirtin tuaj të dhemshur, duke lejuar atë të udhëheqë ndër veprimet dhe përpjekjet tuaja për përmbushje kuptimplote.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.